Një hoxh i njohur, mashallah, fryn, ama thot unë ja lëshoj gjend me tregu kush e ka bon, kush e tek ka bon. A lejot kjo? Qysh ja lëshon gjend, let në kallëzën. I nxerr pikafazit, sikur se qenin që e nxerr, edhe torjo. Çka janë këto pallavra? Çka janë këto budallaki? Këta çka janë këto kufre? Ku kam rri idiot lluku i këtyne hoxhallarëve, më thojza. Këta s'janë hoxhallarë, këta janë mashtrues. Edhe nëse vërtet ka diçka, ai ka dy sene, ose është magjistar, ose ignorant i klasit parë, i klasit më të lartë. Këto gjëra nuk lejohen, këto janë shirk, këto janë kufër, këto janë budallaki. Kjo nuk lejohet edhe nëse dikush e ban. Prandaj i themi atij hoxhës në thojza, nëse je të vepru këtë gjë, ti ose je të e bo për një me, edhe je të bo kufër me këtë gjë, pendohet Allahu azza. Ose nuk je të ditë je të, thjesht s'ke gjend që bashkëpunon me ta, por je të e mashtru popullin. Këtë stil ne kena ndëgju na prej magjistarëve, prej mashtruesve, ama jo prej hoxhallarëve. Prandaj ti që ke pyet, largo këtyne njerëzve, mos u marr me këta njerëz. Kosovë, ishe kon parkingi, e dini.